ti po thu që përsëritja e njëjtë e rezultatit do ta zbus të LDK-n me marrë vesh që është e treta. Me jap mundësi për më justifiku, për me ato vijat e kuqe që u prodhu rezultati njëjtë edhe masanej për mendimin tem, shkak se s'kan çka, nuk mundet me vazhdu. Atër me letër pas ka pas mirë vetëvendosja kur i ka thonë. Po ndeshta me dalë të një tjetër, po në anën tjetër mendoj që është një papërgjegjësi totale e partive politike në këtë rast, më shumë të lëvizjes vetëvendosje, e cila i ka fitu zgjedhjet edhe ka pas për obligim edhe kushtetues edhe ligjor me kriju institucionet. Domethënë mas tonë atyne votave që i ka marrë, tonë asaj përqindjet madhe që i ka marrë, tonë asaj mbështetjet madhe që i ka pas prej elektoratit, edhe në fund edhe njëherë me i dërgu njerëz në zgjedhje, sidomos këto rrethona të cilat jemi të na, rrethona trona edhe ekonomike edhe politike edhe sociale, sigurisht është e dëmshme të shkohet në zgjedhje. Për mendimin tim është shumë e dëmshme për shkak se s'kemi komoditet, s'kemi. Po nëse s'ka zgjidhje? Po nëse s'ka do të më shku, s'kem qa me bëna, në fundit do të më shku në ato... Prandaj po vlasim, se nuk po shohë, unë po shohë që në komunikim, zakonisht privat, mentor, deputetet, gjitha subjekte politike hezitojnë të shkohet në zgjedhje. Po deputet mas keshti është. Sepse si duket e mendojnë që mund të humbin pozicionin e deputetit, thonë... Jo, sigurisht po kanë me hup, plot për tyne kanë me hup, sigurisht se tash aty vinë njerëz të ri, vinë figura të reja, vinë... Po kjo është tashishore, se ku ti kallë dhe është në zbishti me nënë që u kallë dy njoja. Po, absolutisht, për deputet është mas keshti, është e vërtet. Mirë po janë qëta deputet që mund me